ushtrues detyre I Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, zoti Hussein Durmishi, I nderuari ambasador I Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kosovës, shkëlqësia juaj Petrit Malaj, I nderuari ish ambasador I Republikës së Shqipërisë Qemal Mingjozi, I nderuari prefekt I qarkut Kuks Dritan Baj, I nderuari kryetari I Bashkisë Has Miftar Dauti, të nderuar deputet të dy kuvendeve të republikave tona, Eduard Shalsi nga Partia Socialiste, Flamur Hoxha nga Partia Demokratike dhe Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje. Zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, sot shënojmë për urimin e projektit të radhës rrugor në kuadër të marrëveshjeve ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë në zonën kufitare. Pas përfundimit të rrugës Kërstec-Pakisht-Zapod, me vlerë prej 2.6 milion euro, sot inaugurojmë edhe rrugën Gorozhuk-Pogaj me një investim prej afër 1 milion euro e me gjatësi prej 3.7 km. Kjo rrugë I lidh dy komunitete që historikisht kanë qenë një, fshatrat Gorozhuk dhe Pogaj, të cilët I bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Lidhja jonë me Shqipërinë nuk është vetëm historike e shpirtërore, ajo duhet të jetë edhe fizike dhe në këtë drejtim ne po ecim bashkë me hapa konkrete. Të dashur qytetarë e banor të këtyre zonave, urime dhe egzofshi rrugën. Me ti ambasadorin e Republikës Shqipërisë në Kosovë Petrit Malajn, me ish ambasadorin Qemal Mingjozi, me deputet të nderuar Partisë Socialiste Eduard Shalsi, të Partisë Demokratike Flamur Hoxha dhe të Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi Arbër Regjaj, por natyrisht do thosha mbi të gjitha me kryetarin e Bashkisë Has, me Miftar Dautin dhe me prefektin e qarkut Kukës Dritan Bajin, që të bëjmë inaugurimin, përurimin e kësaj rruge të jetë rëndësishme për banorët e kësaj zone, por edhe do thosha për turizmin malor e kulturor të dy republikave tona të njëjtit këmbë si një arterje vendimtare për qarkullimin e lirë, për shkëmbimet të cilët do t'jenë gjithnjë më të mëdha. Kjo është një pjesë vogël e borxhit madh që kemi ndaj këtij komuniteti që I ka dhënë shumë edhe zhvillimit ekonomik edhe historisë sonë kombëtare. Pas përfundimit të rrugës Kërstec-Pakisht-Zapod, e cila ishte me vlerë prej 2.6 milion euro, kjo rrugë që inauguruam sot, Gorozhuk-Pogaj, është në vlerë prej afër 1 milion euro dhe me gjatësi prej 3.7 km. I lidh këto fshatrat Gorozhuk dhe Pogaj që historikisht kanë qenë një, dhe të cilët I bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Pra, lidhja jonë me Shqipërinë, përveç se historike e shpirtërore, duhet të jetë edhe fizike, e pikërisht kjo rrugë që inaugurojmë sot, është një dëshmi për hapat konkret në drejtimin e duhur. Unë I uroj të gjithë kolegët e mi nga politika në Kosovë, politika në Shqipëri, e mbi të gjitha banorët të cilët do ta gëzojnë këtë rrugë, e shpresoj që do të kenë edhe më shumë vizitorë të cilët do t'i shohin këto male të bukura, e njëkohësisht do të qëndrojnë këtu sepse është mirë jo vetëm për syrin, por edhe për shëndetin. Urime të gjithë.